Ju faleminderit të gjithëve. Jam i autorizuar në emër të kryetarës së bashkisë të shpreh mirënjohjen, respektin, vlerësimin, jo në emër të vetëm shoqatës së detarëve, por të gjithë atyre njerëzve që në kohë paqe patën artin ushtarak, mbrojtën tërësinë territoriale, dhanë jetën, kontribuan në të gjithë ato elemente të historisë së vendit tonë. Të nderuar pjesëmarrës, është një nder i veçantë për Bashkinë Vlorë të marrë pjesë në këtë ceremoni përkujtimore në rastin e 100 vjetorit të krijimit të Forcës Detare Shqiptare. Vlora është qyteti ku historia, deti dhe shteti shqiptar ndërthuren natyrshëm që në kohët më të vjetra. Forca detare ka qenë dhe mbetet pjesë e identitetit tonë qytetar dhe kombëtar. Në këtë ditë të shënuar, Bashkia Vlorë shpreh mirënjohjen më të thellë për të gjithë marinarët shqiptar, për kontributin e tyre për mbrojtjen e sovranitetit dhe sigurisë së vendit tonë. Një falënderim i veçantë i shkon shoqatës Detaria Shqiptare Dega Vlorë për punën e saj të vazhdueshme në ruajtjen e trashëgimisë detare, edukimin e brezave të rinj, me vlerat e shërbimit dhe përkushtimin të atë dheut. Bashkia Vlorë do të vijojë të mbështesë çdo nismë që nderon historinë, forcon lidhjen, qytetin dhe me detin, historinë dhe natyrën që i ka dhënë Vlorës. Urime në këtë 100 vjetor shoqatës suaj. Respekte për të gjithë, edhe për brezat dhe për juve që jeni edhe familjarët tuaj. Ju faleminderit.